Ja çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani banane çdo ditë për 14 ditë. Dita 1 dhe 2, trupi merr një dozë të shpejtë energji natyrale. Mund të ndiheni pak më të ngopur, te disa persona shfaqet fryrje e lehtë, sidomos nëse nuk han shpesh fruta. Dita 3 dhe 4, tretja fillon të përmirësohet, lëvizja e zorrve bëhet më e rregullt, energjia gjatë ditës stabilizohet më mirë. Dita 5 dhe 6, krampat muskulore fillojnë të ulen. Falë kaliumit, ndiheni pak më të qëndrueshëm fizikisht. Te personat aktiv, rikuperimi është pak më i shpejtë. Dita 7, trupi përshtatet plotësisht, fryrja zakonisht zhduket, fillon një ndjesi më e mirë e balancës trupore. Dita 8 dhe 9, humori përmirësohet lehtë, më pak nervozizëm, fokus më i mirë mendor, ndiheni më të qetë gjatë ditës. Dita 10 dhe 11, presioni i gjakut mund të stabilizohet te disa persona, më pak lodhje në mbrëmje, muskujt ndihen më të relaksuar. Dita 12 dhe 13, energji më e qëndrueshme gjatë gjithë ditës, më pak urije e papritur për ëmbëlsira, trupi përdor më mirë karbohidratet. Dita 14, efekti maksimal i bananës ndihet, tretje më e rregullt, humor më i qëndrueshëm, muskuj më pak të tendosur, ndjesi e përgjithshme mirëqenie. Kujdes nëse e hani më shumë se 2 banane në ditë, mund të rritet sheqeri në gjak. Personat me diabet ose probleme renale duhet jenë të kujdesshëm.